Për shëndetjen nga kuzhina Nerit, sot kam vendosur me përgatit një bakllog që del tepër e shishme me 50 kuleç. Krejt që kanë nevojiten për brumin janë 10 vezë, pa i ndot kusht prej bordhë të vezë, pra 10 vezë komplet, një lugë të gjellës plot me ufull të mullës, një tazë kështu që peshifni me kos, po ashtu tazë tjetër me vaj, një pluhur për pjekje me majë të gishtave, pak krip, 600 gram orra, një sheste edhe mill derisa të formohet një brum i butë, pra. Nga ta përbërës, pra, gjithsej na dalin 50 kuleç. Bismillah, fillojna me përgatitjen. Tek vezë shtojna ufullën, mandej shtojna kosin, vajën, kripen, pra, me majat gishta, kështu, pak. Marrëm një piron ose tërë të dorës edhe i përzina skori këta përbërës. Ashtë një bakllog shumë e shishme që ja vlen ta provoni ose se la mund për përgatitin e shërbetit, pjut me gajqtashti, nevojiten 2 kg me sheqer, 1 litër e gjys pra me ujë. Tash të shtojna pra rurin për pjekje për ndryshe pecive. Përzina plak, edhe shtojna mandej mirën derisa të formohet pra një brum i butë. Pasi e kemi përzi edhe pluhurin për pjekje, tash të shtojna mirën. Skori përzina me piron, po ashtu, mandej e përzina me duar si brumin e piteve që qisin. Tash e përzina brumin po me duar derisa të formohet një brum i butë, ju me qenë brumin i trash. Tash morëm mirë prap edhe qesim mbi tavolin, edhe e qesim brumin e butë, siç po shifni. E ngjeshim prap me duar, edhe e ndajna prap prej këtij brumi 50 kuleç gjithsej. Tash pra i ndojna kuleç, 50 kuleç prej qisoj përgatitjes së brumit. I kemi ndo 50 kuleç nga ky brum, si gjithmonë i rrotullisim kuleç pra në mill, ja vojna formën bullake edhe i lajna omash. Tash i marrim pra kuleçt edhe i thullojna me thulluse me një shesë, po ashtu, sikurse për atë merë kur përgatitim pejt pra në vaj. Qështu. Thullojna pra të gjithë. Mbasi kemi thullu pra të gjithë kuleç sikurse për katë merë, tash i morëm ka 5 kuleç i renditim një me një, duke i dy pra me një sheste, që do të thot 25 kuleç nga 5, kështu një me një i renditim për fundin të psi, mandej ja qesim një rend orra, edhe 25 kuleç nga 5 një me një, qështu shpilina për mi gjithsej 50 kuleç. I lyna pra gjithë kështu me një sheste nga 5 kuleç. Mbasi i kemi rendit pra të gjithë kuleç ka 5 një me një, tash e morëm thullusen edhe zgjatim të 5 kuleç pra për një herë. Tepsin e kam pra tepsi e pluhët, është e modë këtu në Kosovë, po që e të një hershët me masi 50 cm, e lyna me buter, edhe zgjatëm tash të 5 kuleç sa tepsia pra. Po ashtu këtë mos, me këta kuleç mundeni me qitë pra edhe në tepsi me masi 42 cm, që është pra
për shporet elektrik. E njëjta mos e brumit. E pëllojnë ato pas kolesht. Për njëre. Tepsin pra kom lyp me botar, tashte e qesim pas kolesht kështu që i kemi rendit pra të portit. Në tepsi. Gjithsej pra 25 për funi kolesht edhe 25 për mi. Vazhdojna me kolesht tjerë. I kemi qitë pra 25 kolesht. Tash e morim, i qesim orrat e glumësura. Jo blume me pas, po normal kështu të sopa. 600 gram me orra, është pra baklov me njëra orra, vesh mes. Gjitha i qesim edhe i shpërdojnë. Ja kemi qitë pra rani me orra, tash i morim edhe 25 kolesht i renditin pra për mi, nga 5 që keni pa. Tash i kemi rendit pra 5 vet petat që i kemi të hollu nga 5 kolesht, bismillah e bojna prerjen e baklavës. Për mi e lyna pra baklavën me 2 botera për ndryshe gjalp nga 250 gram. E bojna pra prerjen se pas dëshirës, ose mundi sikur se baklavë me 4 kolesht që e kom prej, ose mundeni kështonim të prej kështu thjesht që shkemi e prej gjithmonë. Mandej pjekjen e bajnë në tupan, sepse tepsia është 50 cm, s'ka shpëret rrymës që e nxanë. E lëshojna me unëzej pra tuponin, mas pari me unëzej mirë 250 gradë, mandej kur të fusim pra baklavën në pjek, basi që kemi limë në gjallë për ndryshë për tërë, e ullim temperaturën në 150 gradë. Tash e bojnë prerjen kështu gjyllat në onën tjetër, normal prerje pra. E kemi bot tashti edhe prerjen, tash i morim pra 2 boterat nga 250 gram që i kemi shkrinë e tigan edhe ja qesim për mi pra baklavës e prerje. Tash ja qesim pra të 2 boterat e shkrirë. Jo margarin, por botar gjallë pra. 2 nga 250 gram. Boterë shkrimja kemi hekë ata shkumën për mi pra me lukë, sepse gjatë pjekjes prej që ati shkume bëhen pikat e zeza baklavës. Tashti, pasi ja kemi qitë pra boterin për mi, e fusim tepsin në tuponin e nxerë me parë 250 gradë pra, mandej me njëherë ullim temperaturën 150 gradë. Edhe baklavën e kom pjek për 2 orë në temperaturë 150 gradë në tupan pra, e kom lënë me uftuf. Në anën tjetër, si që kom cek edhe në video, për shërbetin 1 litër e gjysë ujë, 2 kg pra me sheqer, zirja 20 minuta prej ati momenti kur fillan me mor val, me vlu pra. Baklava e ftoft, shërbeti nxehtë edhe bismillah tashti e përvlojna baklavën në Kosovën tonë të bukur e të gjithë gërbetçarëve ju uroj rrugë të mbar për në vendlindje, inshallah vini shëndosh e mirë e gjoni shëndosh e mirë familjen ashtu si kam ardhur unë, kështu që neri ju pret me baklavë. Prej gërbetit në Kosovë, qesim pra baklavën, o na qitën, o s'na qitën, o pe porositim, s'pe porositim ish, po hajde byrën baklavë qesim vetë. Pak u marë se na qesin mirë balë, por e qesim edhe vetë po ashtu. E përvlojna pra baklavën me sherbet.
Ja qesim pra edhe shërbetin e fundit, edhe për shifni ka shërbet tamam është zi shërbeti perfekt. E lojna me uftof pra deri të nesërmen ose 3-4 orë tash deri sa të ftohet shërbeti edhe del perfekte me shije perfekte. Nëse e provoni, ju lumshin duart, ja vlen ta provoni, super e shishme që kam ju knoq. Faleminderit për përkrojnë që ma beni komentet e bukra nga Kosova, ju në dashur ju them, deri në recetën e radhës. Miru pofshim!